Kafshët vërtet e ndëgjojnë dënimin e varrit. Në dy sahihet shënohet se rrëfimi i Aishës radiallahu anha, e cila kishte takuar një plagë çifute nga Medina, e ajo i kishte thënë se njerëzit ndëshkohen në varre. Aisha radiallahu anha nuk kishte dashur ta besonte atë. Kishte shkuar tek i dërguari i Zotit Muhammedi alayhis salam dhe i kishte thënë: O i dërguari i Allahut, një grua plak nga çifutët e Medinës pretendonte se njerëzit ndëshkohen në varre. I dërguari Muhammedi alayhis salatu wassalam ja ktheu: Ajo ka thënë të vërtetën. Ata ndëshkohen dhe dënimin e tyre e dëgjojnë të gjithë kafshët. Pas kësaj, Aisha radiallahu anha thot se i dërguari i Zotit Muhammedi alayhis salam gjithmonë i kërkonte Allahut në namaz ta ruante nga ndëshkimi i varrit. Në Sahihun e Ibn Hibbanit dëshmohet se Ummu Mubashir tregon se i dërguari i Zotit Muhammedi alayhis salatu wassalam ka thënë: Kërkojini mbrojtje Allahut nga ndëshkimi i varrit. Ajo i ka thënë: O i dërguari i Allahut, a ka ndëshkim në varr? Ai ka thënë: Njerëzit dënohen në varr, aq sa i ndëgjojnë edhe kafshët. Disa dietar kanë thënë se kafshët kur ndëgjojnë dënimin e varrit tmerrohen dhe friksohen. Gjithashtu, transmetohet nga Aisha radiallahu anha: Njëherë kur hiri tek unë një grua çifute e përmendi dënimin e varrit, unë e përgënjeshtrova atë. Kur erdhi i dërguari i Zotit Muhammedi alayhis salam ja tregova ngjarjen dhe ai më tha: Pasha atë që ka në dorë shpirtin tim. Ata, njerëzit, dënohen në varre dhe zërat e tyre i ndëgjojnë kafshët. Këto janë disa argumente nga hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam të vërteta që dëshmojnë se vërtet dënimin që e përjeton njeriu në varr e ndëgjojnë kafshët.